إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta, më të sinqerta janë për Muhamedin alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu ka lëshu begati të shumta mbi robërit e tij. E një prej begative më të mëdha është se ja ka mësu muslimanëve dhe njerëzve në përgjithësi që kush don me mësu fenë e tij e ka bërë të mundshme me mësu për fenë e tij. Inna dina indallahi al-islam, me të vërtetë e vetmja fe e pranuar tek Allahu është Islami. Andaj nëse ti dosh me kry një punë caktuar, dosh me një rrugën që çon të ajo punë. Andaj edhe kështu është në fe. E vetmja fe të Allahu është të pranuar Islami dhe Allahu na ka mundësu këtë begati, jo me urvat apja qëllaj, po me na kallëzu çysh kryhet puna, çysh adhurohet Allahu dhe në këtë drejtim begati pe begative të mëdha pas Islamit është mundësia me mësu fen, mundësia për me mësu këtë fe e cila është sukses në dunja dhe shpëtim në ahiret. Andaj në këtë drejtim fjalët e Allahut të vllazni janë mëshirë. Fjalët e Allahut janë udhëzim, janë shërim, janë qetësim për zemrën. E ke po don stresin më të madh, ngarkesën më të madhe që ti xhindesh vetëm me ndëgju Kur'an, jo ti me lexu, po dikush tjetër që e lexon, ty qetësohet zemra. Që kaq madhështor është kjo fe, sepse është fjala e Allahut. Është fjala e Allahut. Andaj që të fjalën e Allahut vllazni, sa më shumë që ti shoqërohesh me ta, sa më shumë që e lexon, sa më shumë që punon ti, ke me kon i dalluar tek Allahu, ke me kon më shumë i udhëzuar në rrugtimin tën drejt synimit tën. Ajo është që me kon Allahu i kënaqur me neve, e që pastaj reflektohet me hy në xhenetet e Allahut. E çfarë është burimi kryesor i këtij soi të nderuar vëllezër besimtar është Kurani. Kurani është fjala e Allahut, edhe si të tillë na e besojmë, punojmë me to dhe shoqërohemi. Andaj çfarë na bën neve Kurani? Na mëson çysh me adhuru Allahun. Na mëson çysh me fol, madje vllazni dietarët thonë na mëson edhe çysh do të më mendu. Po, edhe çysh do të më mendu, Kurani ty të mëson. Jo me pas mendime të këqija, jo me pas mendime çysh me bë harame, po mendime çysh me adhuru Allahun, çysh me kryni punë të mirë, çysh me praktikë punë të këqija. E kështu është Kurani. Hudan lil muttaqin. Është udhëzues, është manueli që ty të udhëzon në përjet, ty të udhëzon që të rrugtimin tën prej pikës A në B me shku suksesshëm, mos me deviju edhe më përfundu në përpika ku shejtani ka qef. Të nderuar vëllezër besimtar, Kurani i tërë është mësim, i tërë është shërim, mirë po në disa sure ka disa mësime të veçanta. Andaj Allahu jo rastësisht na ka sjell shumë shembuj, shumë ngjarje, jo për histori, po për me nxjerr mësim. Jo me tregu histori, sepse Allahu don në librin e tij sjell atë çfarë është më vlerë. O ju që keni besu, parasi për musliman, o ju njerëz për këtë njerëzimin. Në këtë drejtim sot e ku marr shembullin në surën Taha, ku Allahu e bën dialog me një pejgamber më të mëdhej të njerëzimit, ai është me Musa alayhis salam. Musa alayhis salam, të nderuar vëllezër besimtar, e ka një histori me të vërtet dëmshme, është doshtë me braktis familja vet, është rrit në pallatin e faraonit dhe pastaj Allahu e ka dërguar me mision dhe pastaj vije largimi i tij prej Egjiptit dhe qëndrimi 10 vjet në një vend tjetër dhe gjatë kthimit për në Egjipt për me përfundu misionin, rrugës për në shkretin me familjen e vet, humb drejtimin, humb udhën. Sot është e lehtë me meti dikon, hin Google Map edhe të mojt në djathë drejtohesh. Po çfarë më bën shkretin? Pa asnjë lloj udhëzimi, edhe Musa alayhis salam me familjen e tij peshen një zjarr, edhe vendos me ju afrua atij zjarrit me kçyr
Qa është ai punat e zjarrit dhe i thot familjes nashta edhe bi diçka ndaj zjarri më ngrof apo ushqim. Në këtë drejtim kur afrohet te zjarri, kishte qenë zjarr që ka orë pjonës të Allahut. Lugin e shajt, Allah thot inni anna rabbak, unë me të vërtet jam Zoti, mos u të Musa, mos u të, komi t'i dhon do porosi, në këtë rast Allahu ka fol dhe Allahu e thot e ka zgjedh Musa alayhis salam dhe pi thot ndëgja çfarë porosie kom për ta dhon. Ndëgja, hapi vesh se është të fol Zoti. Edhe kështu është me Kur'anin, sa herë ti të sheh që Allah ja ju alladhina amanu, ty është të drejtu. Mu, neve, oj që keni besu, keni bësh namazin, oj që keni besu, keni bësh zakatin, oj që keni besu, keni bësh, mos më bëj vepra të mira, mos më bëj vepra të këqija, mi braktis vepra të këqija, e më bëj vepra të mira. Në këtë rast, don porosia e parë çfarë thot Allah, ndëgja, hapi vesh të mirë, ndëgja çfarë të thon, se kjo është shumë e rëndësi, e kjo është e porosia e parë vëllezër besimtar. Përderisa Kur'ani qenë ka udhëzuesi jon, na do të më ndëgju çfarë thot Allahu në Kur'an atë. Me lexu dhe me marr atë porosi, edhe në këtë drejtim mos dëgjimi i kësaj porosie ka pasojë të mëdha. Andaj surën Mulk Allahu po tregon çka kanë më thon banorët e zjarrit të xhehenamit në momentin që në zjarrit të xhehenamit. Ma kunna nasma'u. Na ishëm për atyre që nuk ja varnin veshin që ka thonë Allah në Kur'an. Se kem dëgju që ka thonë Zotit, s'kem pos dërt porosive të Zotit. E Allahu i tha Musës nga, që po thëmë. E kjo do të është pësëme për neve, se Islami është legitimitet prejet Ademit alayhis salam dhe në kiamet. Ndëgja, që po thëtë Zotit, kushtoj rëndësi fjallëve të Zotit, se këto nuk janë fjallë të as të mia të as juve që me t'i kontestu dikush, po janë fjallë të Zotit që nuk i konteston askush. E ata që i kontestojnë momentin që i në zjarr xhehenamit, çka ka më thonë, na ishëm për atyre që nuk ndëgjonim apo nuk i anvanin veshin fjalëve të Zotit. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, qëllimi ynë, misioni ynë, më mirë më thonë, është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kështu thot Allahu në Kur'an, si kam kriju as njerëzit e as xhenet përveç se me madhuru. Do të madhuru Allahun e që nën kupton për me realizu misionin që na jem kriju për të, adhurimin Allahut fillimisht do të më ditë çysh adhurohet Allahu. Realisht ke i bie se dosh me njoft Zotin tën. Ti dosh me njoft Allahun, dosh me marr njohuri të mjaftueshme, sepse tham ti nuk mundesh me adhuru Allahun ti çysh don. Allahu ka caktuar ki rrugë. Ti mundesh me thon pe folëm gjon 4 recate, se është më shumë mirë. Ja, Zoti ka kërkuar 2 recate mi fal. E ka lyp me mojt në hutbe. Kështu është feja. Andaj në çet rrugë e kit pranume, dole asoj rrugë është refuzuar. Andaj në këtë drejtim don njeriu për me plotsu misionin që është kërku për ti, që në kupton adhurimin e Allahut, do të më marr dituri mbi Allahun fillimisht. Do të më marr dituri mbi Allahun. Andaj për fat keq, na si musliman në vllazni, s'penjofum Allahun mjaftueshëm. Dhe për këtë arsye, kemi ngecje imanore. Kemi ngecje ti ishe xhamia ditë në xumë, vlojmë pe xhamatet, mirë po i njëjti njëri, në jashtë xhumos kur se shkel xhamin. Ku është ky çalim? Si pasojë çfarë arsye po na ndodh që më or xhamati kështu, në janë njëv, si pasojë e mos njohjes së Allahut. Mjaftueshëm, shembull konkret vllazni. Pa përmendë, Allahu i ka 99 emra. Cili për juve i din më shumë se 5 kuptime. Me bëni anketë, cili i din më shumë se 5 kuptime. Shembull konkret, emri i Allahut el-Mu'min. Emri el-Mu'min është Zoti i cili i afron siguri robëve të vet kur ata kanë nevojë. E që i bie sikur na të ishim të lidhur më shumë me Allahun përmes njohjes së tij, vallahi se kishim pas këtë mungesë një herë njoft, më në xhami. E keni po më vllazni në shkollë, 4 mungesa me pas, ai të bëre prindën, fëmis. Po ti me Allahun tën, me krijuesin tën, ai ty që trun, ai ty që të mbrun, ai që ty të furnizon rrezak me sabah, ti çosh në kom, veshësh, i lën syt, me dal me lyp i dorën, edhe din që kombaton Allahu, ai që është ar-Razzaq, e që pe emri ti buron që na shpjegoj çto në xhami, është ai i cili i furnizon robërit e vet me furnizim pa ju harxhu rreziku para prak. Ja çon rrezikun tjetër. Çto Allah kujdeset për neve. Andaj a ka mundsi një rob i Allahut, me pas këtë çështje neglizhuese ndaj obligimeve që Allahu ka ngarku? Jo kur, po kjo vije si pasojë se nuk pe njohim Allahun. Vije si pasojë se na nuk kemi njohuri të mjaftueshme
për Allahun dhe pastaj sillen kështu me këtë komoditet. Komoditet gabum. Andaj në këtë drejtim tham se misioni ynë kryesor është adhurimi i Allahut dhe mund këto ajete ku Allahu po i fol Musa alayhis salam fa'buduni ma dhurmu dhe pasat wa aqimu salata li dhikri dhe po i thot dhe falen namazin që mu me më përmend namaz. A peshet e vllazën besimtar pak më herët e përmenda nëse keni kushtuar vëmendje se Islami është legitimiteti i vetëm dhe më i vetëm në dunja peja Ademit alayhis salam deri në kiamet. E Allahu e ka urdhëruar Musa dhe falen namazin që mu me madhuru. A peshet e vllazën besimtar njohja e Allahut është ajo që neve na bën me u ofru te Zoti, jo mu tut pe Zotit, me dashur Allahun më shumë, me adhuru Allahun me dashuri dhe frikë respekt. Andaj në këtë drejtim të nderuar vllazë besimtar, namazi është shtylla kryesore e fesë. Namazi është shtylla që pa to nuk plotësohet imani. Mos harroni këto vllazë besimtar, e kam obligim m'u përkujtu. Nëse nuk falni për shkak për tatësisë, don jeni gjunaqor ndaj, mirë po me lënë me kuptime të tjera nëse njëri lën ka rrezik me dol pe fesë. Ashtu është edhe me zakatin, edhe me haxhin, nëse njëri nuk shkon për shkak se i dhimbën parët, don kjo është kooperaci, është mëkat, mirë po me thon se kem borx, astaghfirullah. Do të thonë kujdesu vllazën besimtar. Një musliman nuk fol çështë, një musliman nuk thot namazi është fizikulturë, një musliman nuk thot axherimi është dietë, një musliman thot Islami ndërtohet me 5 shtylla. E këto vepra janë adhurime. Andaj në këtë drejtim të nderuar vllazën besimtar, duhet të jemi për atyre që shahadetin ton e dëshmojmë praktikisht. Nëse ti beson dhe njeh Zotin se është një dhe s'meriton askush të madhru përveç tina, këtë e dëshmon me namaz, e dëshmon me axherim, e dëshmon me haxh, e dëshmon me çfarë do që Allahu ka urdhëruar dhe çfarë do që Allahu ka ndaluar. Andaj në këtë drejtim pyetjen e parë që ka na vet Allahu ditën e gjykimit është namazi. Nëse namazi është në rregull, këtë kanë me konë në rregull. Nëse namaz dështojmë, këtë ato në çevin, nëse janë pap të kryme, nuk çojmë pesh sepse shtylla kryesore ka dështu me mojt imanin. Me ka që vëndojmë pjesën e parë të ytbës, duke kërkuar falje të Allahu, kërkoni falje sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të nderuar vllazën besimtar, në Islam çdo çështje është ndërlidhur me tjetrën. Nuk ka mundësi njëri me thonë unë axheroj as falna. Jo, 5 shtylla ka Islami. Mi 5 ta ndërtohet Islami. Nuk ka mundësi me pranu zakatin, me refuzu haxhin. Kështu Islami nuk plotësohet, respektohet imani. Andaj surja Haxh, mas surës Haxh vjen sura Mu'minun. Në surën Mu'minun, Allah po thot kanë shpëtu besimtarët të cilët në namazin e tyre falen me frikë respekt, me përkushtim. Kushdo që fal namazin me përkushtim, frikë respekt, ka me kon i shpëtum. Çfarë thon pak më herët, mas surës Haxh. Është rastësisht kjo vllazni që punë? Mas surës Haxh, Allahu po na tregon se falja namazit me përkushtim bën ty me kon shpëtum. Që i bie vllazën besimtar, edhe ti nëse e ke kry haxhin, mos mendo që ty ka përfundu obligimi i adhurimit të Allahut. Jo. Wa abudullaha hatta ya'tiyaka al-yakin, dhe adhuru Allahun deri sa të vijë vdekja. Kështu Allah po kërkon për neve. Nuk ka pensionim në Islam. Nuk bën me i lënë keq kuptimet me na hin fe. Pse po them kët? Sepse o vllazni, duke qëndruar larg xhamia, larg hoxhallarëve, po kem kësaj lloj keq kuptime të shumta. Një shembull. E di një rast në Kosovë ka ndodhur, një njeri ka shku me bë haxhin. Edhe ku shkon atje i tregojnë që vlera e një namazit çabe është son 100.000 namaze në xhamia tjera, edhe kur i shkthy ky kalkulatorin përdorim, edhe kishton unë pas na nxon këtë jetën më fol çka është namaze, s'muj më nxon edhe kish lën këtë namazin. E çka na bën? Na bën te pika se mësimi i fesë do të më bën në mënyrë të vazhdueshme dhe do të më kon në mënyrë të vazhdueshme të lidhur me dijen, me hoxhallar, me libra, me Kur'an, në mënyrë që të rrugtimin tën prej lindjes deri në vdekje me pas suksesshëm dhe të ruajtur prej devijimit. Andaj këtë drejtim apo shehne nevoja për me mësu fen është e vazhdueshme. Gjithmonë duhet të pas në dërdije ku je nis dhe ku je për momentin. Andaj ajo çosa ka herë që po i kemi tek disa xhamatli që të penin veten
të pavarur prej hoxhës, prej ligjëratës, është çytja e shejtanit. Ndëgjoni vëllezër besimtar që të hadith shumë është më rëndësi e du me nxjerr në përfundim. Erdhi Xhibrili alayhis salam tek Muhamedi alayhis salam. Edhe i qiti durët e tij mbi gjunjë dhe thot: "O Muhammed, më trego çfarë është Islami, më trego çfarë është imani." Dhe me radhë, e dëni këtë hadith. Hadithi mbi çka ndërtohet Islami, mi 5 shtylla. Mirë, kush e transmeton këtë hadith? A dini vllazni kush e transmeton? E transmeton Omeri radiallahu anhu, ai i cili ka qenë halife, ai i cili i ka paraprish shpallës me mendimin e vet, ai i cili ka qenë i përgëzuar me xhenet, që nuk kupton, ky burr i madh, ka prezantuar derse të Muhamedit alayhis salam ku mësohen shtyllat e Islamit. E sot çetëm në xhami, në shkollë, do fillojmë ligjërat për mi mësu 5 shtyllat e Islamit, rrallë dukesh pe xhamat live vjen. Pse? Se do këtë vetja kriti den. Të ndëruar vëllezër besimtar, distancimi prej dijes e bën që devijim, sikur se çato që përmendëm pak më herët. Është distancu për ligjëratës, është distancu për xhamis dhe pastaj vjen shejtani me argat e vet e të devion. Andaj në këtë drejtim të ndëruar vëllezër besimtar, mos nënçmo asgjë prej fesë, prezanto ku do si ka mundësi, sepse devotshmëria është që na vyn këtë rrugtimin ton për në ahiret. Andaj në këtë drejtim do përmbyllim me këtë ligjërat me një situatë ku Muhamedi alayhis salam u ballafaqu me një sahabi i cili e pyeti: "O dërguar i Allahut, meta sa'a, kur është kiameti?" Kështu e pyeti. E sahabë kanë qenë ata, kanë jetu Muhamedi alayhis salam, po e kanë pas dert. E pi thot Muhamedi alayhis salam: "Po ti çka ke përgatit për ahiret? Për ditën e gjykimit?" Tha: "Vallahi ne nuk kam përgatit diçka më shumë se ç'a bojnë ana zakonisht, vetëm se unë e du Allahun dhe të dërguarin e tij." E po i thot Muhamedi alayhis salam: "Ti do të jesh me ato që e don në xhennet." Andaj kjo vëllezër besimtar do të më konaj derti jon, qysh me mrin në xhennet, s'po them me braktis dynjan. Mirë, po prioritet me pas qysh me përfundu me hyrë në xhennet, duke udhëtu në rrugtimin ton për dynja, se vëllezër besimtar jeta është e shkurt. Mirë, po pejgamberi ka thonë, ka shumë therra rrugës që na vështirësojnë jetën. Andaj në këtë drejtim të ndërrohet vëllezër besimtar, lidhni zemrën tuaj me xhami. Lidhni zemrën tuaj me Kur'an. Nuk ka diçka që e imunizon një besimtar më shumë se sa Kur'ani. Nuk ka diçka vëllezër besimtar. Madje kam përmend dietarët, 2 çështje, 2 vepra e shtojnë jetën, e një prej tyre është leximi i Kur'anit, e dyta është me kon të kujdesshëm dhe respektues ndaj prindërve. Andaj shehni vëllezër besimtar, çdo vepër është e nevojshme në rrugëtimin tonë ndaj Allahut, e sidomos leximi i Kur'anit dhe shoqërimi me njerëz të dijes dhe me dije. Andaj mos e nënçmoni. Të ndërrohet vëllezër besimtar, elusim Allahun që Allahu na mëson të jemi për atyre që i përshtatën umetit të Muhamedit alayhis salam, i cili është umet i Iqras, i leximit, dhe në këtë drejtim kjo ka për të qenë një garancian që do të shpëtojmë në ahiret. Allah na mëson të përmend hajret, e na mëson me dal me iman pe kësaj dunjas. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.